Të dëmet janë materiale të shumta, gjithë baza materiale në linjat e furnizimit me ujë dhe mjete motorike, transformatore të tjerë, cilat aktualisht janë djegur, janë jashtë funksionit siç i shihni dhe vetë. Zjarri ka rënë rreth mesditës, kemi marrë masat për ruajtjen e perimetrit sigurisë për të furnizuar pa ndërprerje qytetin e Fierit. Kemi njoftuar zjarfiksit, duke qenë që situata ka qenë e tillë që kishte dëm edhe në banesa edhe në njerëz. Kryesisht është parë e udhës që pjesa e zjarfikses të kishte në mbikëqyrje jetët e njerëzve banesat. Kur thonë njerëz, çfarë dëmësh ke parasysh? Zjarri është afruar nëpër banesa dhe zjarfiksit normalisht nuk mund të qëndronin këtu, ndërkohë që kishin probleme në banesa dhe në familjet ku po afrohej zjarri. Pra ndërhyrja fillimisht ka qenë nga vetë punonjësit e ujësjellësit? Fillimisht ka qenë nga punonjësit e ujësjellësit, ka ardhur dhe zjarfiksja, por siç ju thash, për shkak të nevojave në banesa, është parë e udhës që zjarfikset të shifnin ndërhyrjen në banesa dhe pjesa e ruajtjes së pikës së qafës Koshovisës është bërë nga punonjësit e ujësjellësit. Është larguar rreziku i zjarrit? Shpresojmë që po. Aktualisht nuk kemi më problem. Zjarri pothuajse është fikur, përveç se dëmeve të cilat janë evidente nga ana juaj, pjesa tjetër është në rregull. Ndërkohë ka dhe disa automjete të djegur. Automjetet, një pjesë kanë qenë jashtë përdorimit, një pjesë kanë qenë funksionale, mirë po problemi qëndron që kryesore për ne ka qenë furnizimi i qytetit me ujë, jo ruajtja e mjeteve apo dëmet të cilat ne aktualisht i kemi dhe nuk mundeshim t'i shmangnim. Këto dëmet do të ndikojnë në furnizimin në ditë të ardhshme të qytetit me ujë? Absolutisht jo. Kjo është pjesë të cilën ne kemi zgjidhur sepse jo të gjitha materialet mbaheshin te depoa e qafës Koshovisës, kemi materiale në vende të tjera, kështu që nuk do kemi asnjë lloj problemi për furnizimin me ujë.